Me krijimin e ansamblit në 57-ën, profesor Qesko më tha, më kam qef të vish në ansamblit. Po thashë jam në stradë. Nëse premecinet, në fund, kalove në ansamblin e këngëve të vallave. Më thatë që keni fillu në estradën e shtetit. Qa këngë shkëndonit në estradën e shtetit? Unë e kam fillu me këngë italiane, këta. Bile kër u provova në konkurs, këta u zdishe këngë tjetër. Aprito ogni balcon, se passa una canzone, canzoni per le strade. Hapshin sytë të gjurisë, po tjetër da. Terra straniera quando malinconia. Kishë i këngë italiane që kënosh emigracionit. Me këte dole unë në premjerën e parë me i veshur, me i parë pantallone, me i kymish, me i bucel, në këra, po ikëshe për në Amerikë, emigrant, e më përcel të nane. Njërë, dhe këto këngë populore kanë qenë për italiane. Për italiane. Qështë kaj moment, e deri sa u lërgova, unë kam qenë këngëtar suksesi, bis. U kriju ansambli dhe unë kishe qef kalëshe në ansambl. Me qëse, se ishe edhe puna, se do dishim dhe jashtë shtetit, ishe edhe kjo... Ishin më të privilegjuar. Ishin më të privilegjuar. Kënga e pare imja, me ansamblin, ka qenë O sabaj pare, edhe tjere. Në fillimet, ansambli ka qenë një nga institucionet më të dashura të popullit. Ne ku shkojshim Shkodër, do shkojshim një ditë përpara. Ishte feste madhe në Shkodër, ka ardhur ansambli këngëve të vallave. Ku shkonin në Korçë, po ashtu. Turneja parë që shkumë në Shkodër edhe këno jahon. Mi po, si shkodranit, që janë të humorit, sa dole unë, në sada, të qesh. Se më panu djaliris, qërë 22 vjeçme, me syze unë, qeshen, unë më preva. Sa u qësova me sekondi, themë rukes, filloni. E fillove. Ku kam ru kanga, një 2 sekonda, sala ishe qëtësi. Ku ja patë, se maroj shfaqet, e doli me hik, me shku në hotel. Njerëzit, spektatorët, në falë. Pse, në falë se kam qesh. Po punë më dhe shumë bukur dhe për që ka qesh. Edhe mu me të zesmut me tjefër, a i tjetër, në falë, të lumë kohë e qekër dhe. Tonet e shtetit ka shumë, 3 herë kam shku në Kinë. Histori, për një histori do të themën, unë kam nuk kanë kineze. Me kalim në kohës, unë fillova të marrë të kangët. Ka shku mene më feju, lahutari, më rëkhefe. Mi po, kangë shkodrane, ishte Zonja Lucia, ishte Nailja. Kangë Shqipërisë mesme, ishte e madhja, Fitet e Regje, këmëta. Për jugën ishte Drita Papajani. U të ravet të marrë Shqipërinë veri lindore, këne i ka. Kujton vitet e rini. Maria, Mari, shokalin maqari, se dha jasmu hoq nga bukurin e saj, se dha shudon
zamaku, moj vetu gajtane, më kazan maraku, me një cuc mafjane, si lule zamaku, moj vetu gajtane, fole me mu, moj fëllam zemani, bukur mi kishu, baluket e dali, fole me mu, moj fëllam zemani, bukur mi kishu, baluket e dali. Shiroj fiti që po qanë, prava kamër në dyqan që të lashin syt, naj prave fiti, o prave fiti vetoj dyt, aman, naj prave fiti, prave fiti vetoj dyt, aman. Bache mi sambake, o bache mi sambake, sa të pash qubosh marake, sa të pash qubosh marake. Jarna nje, hajde ja ke lalae. Jarna nje, hajde ja ke lalae. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në këngët e shekullit. Drejt për drejt në teatrin e televizionit Klan jemi në natën e 6. Jemi në mesin e kësaj furnalte televizive po e quajmë, ku argëtimi, emocioni, komunikimi me publikun janë një pjesë shumë e rëndësishme. Më në fund, edhe publikun kemi arritur ta disiplinojmë, me gjitha ato rëmujat e javës kaluar, dëgjova që thanë edhe 50 euro ta bëni biletat, ne do të vim, marrim pjesë në këngët e shekullit. Por nuk ishte çmimi ai që ju disiplinoi për hir të së vërtetës, ishin forcat speciale që këtë radhë ishin në krye detyrës më mirë se çdo herë tjetër. Mirë, e filluam natën e sotme me një artist të ansamblit të këngëve dhe valleve, një zë kristalor, një bilbil, një tenor, interpretimet e tij janë të paharruara. Sali Vrari! Mirëmbrëma të gjithëve, Jo faleminderit. Mirë se erdhe. Ka 20 vjet që nuk ngjitet në skenë. Mbas 20 vjetësh, nga viti 1990, pranoi ftesën tonë që të vinë në këngët e shekullit. Faleminderit. Ne vërtet 20 vjet nuk jo kam pranë, ju të dashur. Do të sjellim sonte 2 nga ato krijime të cilat mbajnë patentën tuaj artistike në për sa i përket interpretimit, po themi. Faleminderit. Njëra është Dasma e Malcorit. Sali Vrari. Faleminderit.
shen mori, usne bukur belle hom, si shikonia mal me mor. O martohet mahale sori, çoban shen mori, usne bukur belle hom, si shikonia mal me mor. Rapsodi me shargi, mirë se atu pret malësia, buke krypse mërë të mirë. O bjetë dhe shifë të heriak në rapsodi me shargi, mirë se atu pret malësia, buke krypse mërë të mirë. Hej, 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 po me kohet më halesori, shabane shen mori, sne bukur belle hom, shikonia mal me mor. O martohet mahale sori, çoban shen mori, usne bukur belle hom, si shikonia mal me mor. Faleminderit, faleminderit. 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 Unë shoh një gjyshe simpatike atje, ajo me siguri duhet këtë qenë dikur fanse të çmendur e juaja. Ka mundsi, ka mundsi. Ajo rinte gjithkohës kështu, ju shifte, me emocion, por ju keni pasur shumë admirues dhe në Kosovë. Ashtu është. Ne kemi përgatitur për ju sonte një material filmik shumë të veçantë nga një dokumentar i Arkivit Qendror Shtetëror të Filmit, kur kosovarët, ashtu si publiku ynë sonte, shtyeshin për të parë koncertin tuaj. Ta shohim. Në fshatin Zhurë të Prizrenit, ansambli dha shfaqjen e fundit të turneut. Vashar shtësie, oh ma ke synin vashar shtësie. Që besa djalo, fort një të lakmue, po more djalo, rusa zikave, se besa djalo, nana mi ka bae. Faleminderit shumë faleminderit. Një zë potent, një tenor, zonja që ju shoqëronte në këtë duet. Në mos gabojmë është Shpresa Spa? Shpresa Spa. Shpresa Spa. Nga publiku në dëgjova, më ka shkumenja me ofeju. Faleminderit. Është një tjetër këngë që ju i keni vënë një lloj vule, si të thuash. Sa librari.
zamani moj puzi puri puđe, a se ma pali ženi mezi. Faleminderit Klanit. Një duar trokitje gjatë për Sali Brarin tregon që publiku ka shumë dashuri dhe nostalgji për ata këngëtarë që kanë bërë epokë. Unë ty moj të kam dasht, por, kushta jo, por, ky titull ka dhe një emër ije, unë ty moj të kam dasht ije. Këngëtari që e sjell, po thuaj se është njësuar me këtë këngë sepse ka vite e vite që e interpreton. Bujar Qamili!
Pasha sytë e saj aman, nuk foli me muhe. Pasha sytë e saj aman, nuk foli me muhe. Mike flok të qata, sa sticën shamia, fryniere malit aman, një monumente mia. Fryniere malit aman, një monumente mia. Maskroni taman, se shpirti ma knaqe. Mosum she maskroni taman, se shpirtin ma knaqe. Bujar Qamili në këngët e shekullit. Përqimi i artit kosovar tek ne shqiptarët faktikisht ka kaluar një rrugë jo fort normale, flas për periudhën e izolimit. Kemi qenë të etur të fiksojmë çdo këngëtar, çdo artist që vinte në atë Shqipërinë e mbyllur, kemi qenë të etur të fiksonim çdo copës që vinte nga vlezrit Matan Kufirit, dhe një copës e tillë është dhe një këngë shumë e bukur e cila titullohet O Zambak, Zambaku i bardh. Sonte e sjell Rosela Gjylbegu. Mama.
Faleminderit. Faleminderit. Ka shumë spektator që duan ta këndojnë me ty këtë këngë. Dua të theksoj se ky material muzikor është orkestruar nga drejtori artistik Adrian Ila, i cili nguli këmbë në mënyrë të veçantë. Tha, unë në karakter e kam që të orkestroj materialet e jugut, tha, por kjo këngë, tha, më pëlqen dhe dua ta orkestroj. Përveç projektimit dhe gatimit të gjithë atij brumi muzikor që ka, të asaj peshe që ka në këtë spektakël, Adriani mori përsipër ta orkestroj dhe O Zambak, Zambaku i bardhë. Kësaj radhe do ta këndoj me publikun. Një refren. Patjetër. Orkestër. Edhe pak sekonda të ri me Roselën. E kanë akuzuar disa shkodran tradicionalist fanatik, kritikuar, që nuk flet shkodranisht. E ka thyer gjuhën nga qëndrimi i saj në Tiranë. Ke 60 sekonda të flasësh shkodranisht. Jo, thjesht një përshëndetje të përzemërt për Shkodrën teme. Faleminderit. Edhe sigurisht që duke qëndru 5 vjet në Tiranë, e kam thy pak gjuhën, por kjo s'do të thotë që unë se kam Shkodrën zemër. Kështu që faleminderit e gjithë kjo përshëndetje është për Shkodrën time, edhe për gjithë kosovarët, me që shkojnë kosovare. Publicitetit si thonë shkodranisht? Publicitet me ta marsha. Raklam me ta marsha. Rikthehemi në teatrin e televizionit Klan. Si që shihni në këtë tablo paksa folklorike, unë stonoj. Por, sonte do të sjellim një nga kryeveprat e folklorit tonë. Një vallë e kënduar, vallja e Osman Takes. Të themi 2 fjalë për këtë vallë. Faktikisht vallja është shumë e hershme, por ajo është interpretuar nga një hero, që është Osman Taka. Osman Taka është një çam nga Konispoli, i cili u dënua në kohën e Turqisë me varje. Edhe përpara se merrte dënimin, u thotë që unë kam një dëshirë të fundit, i thonë ata çfarë, i thotë duat vetëm të hedh një valle. Dhe ja falën jetën, vetëm sa bukur e kërceu ai këtë valle. Dhe prandaj quhet dhe vallja e Osman Takës. Osman Taka ka qenë një hero real, ka qenë një nga pjesëmarrësit e lidhjes së Prizrenit, i cili u vendos si kryetar i degës së Prevezës dhe u dënua në vitin 1887. Ka dhe një fakt interesant, që ti sot vjen me një trup balerinësh të shkollës baletit. Të trup dhe më shumë Denisin është pra valltari i parë. E veçanta është, valltari i parë është Denis Leggega, është nga Rësheni, dhe është një balerin i cili në mënyrë impresionuese kërcen këtë valle. Mua më ka tërhequr shumë në një festival në Sarand, ku e kam parë që ka luajtur këtë vallën e Osman Takës dhe mu dha rasti që unë do ta këndoj këtë këngë dhe me shumë dëshirë i ftova të ishin këtu në mesin tonë sonte në këtë këngë.
Maja Vallja Osman Takës. Maja dhe ky grup i shkëlqyer i shkollës së baletit. Ata ka qenë burraja që para vdekjes kërkonin një valle, sot shqyr që s'ka të një me vdekje. Mirë, e që dramatizojmë pak situatën me një këngë tepër të bukur të Shqipërisë mesme, me shumë atmosferë, është këngë dursake, për midis pazarit të Durrësit. E sjell Ramadan Krasniqi. Thank
që mi ke beshëtimit mërmeri dhe jele kun qep me që mi ke beshëtimit mërmeri dhe jele kun vesh me Dalën dyshe vajoj, sylla roshe tashtin e qi. Dalën dyshe vaj, sylla roshe me lota qaj. Dalën dyshe vajoj, sylla roshe tashtin e qi. Ramadan Krasniqi dhe natyrisht formacioni orkestral në drejtimin e Sajmir Qilit. I cili në përbërje ka disa çuna tirone, si quhen. Dhe me që jemi në muzikën e Shqipërisë mesme, përsëri një këngë tiranse. Një këngë e cila faktikisht ka mbetur më tepër e certifikuar, interpretuar nga Hafsa Zyberi. Artizane e Lumës. Ajo është një këngë e cila para pak kohësh u bë pjesë e një albumi të një këngëtarit famshëm grek, Jorgo Dalaras, por ne do të sjellim versionin ton, të cilin e interpreton Eranda Libova. Kënga është e Shqipërisë mesme, por i dedikohet artizaneve lumjane. Vajzës Lumës, artizanës Lumës. Eranda Libova. Artizane Lumës je
i pa kënduar me publikun. Ja një cuce vërtet nga Libova. Më thot publiku, hajde lart, hajde lart. E doni mikrofonin. Do këndojmë bashkë. Edhe njerë, refrenin. Eranda Libova. Falenderi. Doni përsëri. Një hapësirë publicitare kthehemi me njerë. Drejt për drejt këtu në teatrin e televizionit Klan me këngët e shekullit. Një baçe me portokale. Është një sken me një ovacione tek publiku. Është një këngë e cila zyrtarisht u paraqit në vitin 1966 në festivalin e ansambleve të qyteteve. Atëherë kjo këngë fitoi çmimin e parë. U këndua nga një këngëtare 16 vjeçare. Kush e mban mend? Kleopatra Skarço, më pas Dokle, e cila më pas u bë një nga zërat më të dashur, më të njohur, edhe më potent të këngës Vlonjate. Sonte e sjell një tjetër këngëtare me një zë potent dhe është Irini Qiriako.
Irini Qiriako, me duetet e pamundura, ne kemi risjell dhe kemi bashkuar yjet e mdhenj të muzikës shqiptare me artistët më në zë të momentit. Unë do të ftoj tani një personazh e cila nuk është një këngëtare profesioniste, por do të doja nga ju një duar trokitje si ti ishte një artiste vërtet. Nora? Si që thash, nuk është një këngëtare profesioniste, por sonte do të sjellim një duet për te një pengu, një duet tepër i prekshëm. Zonja që është e ftuar speciale sonte është bia e të madhes Lucie Miloti. Falenderoj shumë të gjithë. Falenderoj televizionin Plan. Në veçanti programin që shfaqen që po jepni ju, ku po kujtoni këngë që ka ngelur memorien e artistëve shqiptar. Këngë dhe artistë të mdhenj, mes të cilëve që kanë lënë gjurmë. Është dhe plejada e nënës tënde e të madhes Lucie Miloti. Falenderoj shumë. Ju falenderoj shumë. Besoj se ke pasur ëndër të këndosh në një skenë me nënën. E vërtet. Se ke realizuar, asnjëherë. Asnjëherë. Sonte do ta bëjmë të mundur deri diku. Shpresoj. Nora dhe Lucie Miloti. Thank you.
Deri pandi. Nora dhe e madhja Lucia Miloti. Dhe suksese. Të falenderojmë që e bërët mundur një duet të tillë, të cilin ne kishim shumë dëshirë ta realizonim këtu në këngët e shekullit. Deri që. Çfarë na sjell emisioni klasik Radio Posta? Radio Tirana ka pasur dhe ka më shumë se 400 punonjës për transmitimin e sinjalit të saj, kanë shërbyer 4 në stacione. Ai ish i Akut, i Flakës, i Kasharit, i cili sot është i mbyllur, dhe i Cerikut, i cili sot shërben për transmitimin e sinjaleve të radiove kineze në të gjithë botën. Edhe Radio Tirana ka folur në shumë gjuhë huaja nëpërmjet të cilës shpërndante propagandën komuniste. Kështu është folur dhe janë dhënë lajme për kinezët, rusët, për gjitha vendet e Ballkanit, Portugalin, Danimarkën, Iranin, Indonezin e të tjerë. Për këtë punonin punonjës të ardhur nga këto shtete, të cilët më vonë mësuan dhe instruktuan edhe punonjësit e Radio Tiranës, të cilët u detyruan të mësonin këto gjuhë huaja. Njëri prej tyre është edhe Ilir Konomi i Zërit të Amerikës, i cili i jepte lajmet në gjuhën kineze. Të dashur miq të Radio Tiranës, mirëdita. Shpletoj menjëherë letrat tuaja. Një vajzë nga Tirana përshëndet të fejuarin e saj në Memaliaj me këngën e bukur Çuditshrush me të pa ty. E ndjekim së bashku.
Faleminderit. Faleminderit. Që dëshirush me të pa ty një këngë e Isuf Myzyrit, por natyrisht dhe Merita Lili me këtë buzëqeshje hollywoodiane, e cila reflekton atë shpirt të hapur që ka gjithë treva e Tiranës. Faleminderit shumë. Do të prezantoj një tjetër këngë, do të shkojmë në Shkodër, dhe përpara se të anonçoj këtë këngë, unë dua të lexoj një fragment nga libri Në Shkodër të gjithë këndojnë i Isa Libalit. Shumica atyre që kanë ndërtuar tempullin e bukur e të madhërishëm të këngës popullore shkodrane, kanë qenë njerëz të thjeshtë, dikush robaqepës, dikush këpucar, ndonjë marangos e tjetri kovaç, por të gjithë me shpirt të ndjeshëm prej artisti. Një ndër ta ishte dhe Beto Halili, autori këngës Kenkenur i bukurisë, të cilën sonte e sjell Frederik Ndoci. Oh! Mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Urime për këtë pamje kaubojsi, sepse ma mërmëndja dhe ai që ka kriju këtë këngën, Beto Halili, ka qenë pak i hedhur, pak vagabond. Në fakt, Beto Halili ka qenë një murator. Ka qenë murator dhe në përgjithësi në Shkodër, ata që kanë shkruar këngë të bukura kanë qenë zanaçi. Edhe gabimisht këngët e tyre të bukura ne i këndojmë me kollare, të ngërim, po ka një gjatë përbashkë me këtë Beto Halilin, edhe baba jem. Edhe baba jem ka qenë murator. Dhe ka ndërtuar Frederikun. Shumë shtëpia. Po se e tha shkurt kë. Po nejt pak me nonin teme. Edhe ka bërë 3 artista. Sigurisht. Ka ndërtu. Përnders. Të flasim pak për historinë e këngës, shkurtimisht. Beto, si murator, ndërtonte muret e një shtëpie. Ndërkohë që ndërtonte muret e kësaj shtëpie, tek fqinji shifte një vajzë të bukur, Peri. Madje dihet edhe familja. Familja Dema. Në një lagje që quhet Dudas. Dudas. Ata kanë pas karakteristik muret me qenë 5 metra të larta. Po. Edhe shtëpiat me qenë me kafas dritaret. Mirë, po ndërkohë që ai ndërtonte muret e kësaj shtëpie, po vinte pranvera dhe po i zinte pamjen një man. Prandaj dhe vargjet e këngës janë këto. Kenkenur i bukurisë, shtëpin ma kishe në Sejran. O do t'i baj i Rijako i shis, let na e presin pak njat man. Dhe kjo këngë me sa duket është e destinuar të këndohet nga artist të mdhenj, sepse është kënduar nga Tefta Tashko, është kënduar nga Marie Kraja, por natyrisht edhe nga Frederik Ndoci. Përnders.
Njashtu me vetëa. Shoqi shojti Wow! Ernest. Frederik Noci. Këngë të shekullit. Ernest. Nuk e di se cili psikolog mund të depërtoj në shpirtin ati Zanatçiu për të zbuluar se çfarë gjendje shpirtërore ka pasur kur ka krijuar këtë mrekulli, këtë arje mund ta cilësojmë. Do të vazhdojmë me një tjetër këngë të Shqipërisë së Jugut, faktikisht është e Trevës Kolonj Korç, po e dini çfarë? Më mirë po preferoj ta prezantoj dikush nga ju, po shoh një kampion mes spektatorëve, i madhja jetë Toska. Si dikur, kur hidhje Çekiçin, një prezantim këngë të shekullit. Pandi, unë ju falenderoj televizionin Klan për këtë emision super fantastik. Dua t'ju falenderoj juve dhe gjithë stafin që merret me realizimin e këtij programi, i cili pasion vlerat më të shquara të popullit ton. Pasi këngët që transmetohen këtu, këngëtarët që i kanë kënduar dhe që këndojnë sot, pasionojnë vlerat më të mëdha të kombit. Duhet të mendojmë dhe të gjykojmë artistët dhe sportistët ambasador të këtij spektatori, telespektatori dhe të popullit shqiptar. Ti në qënë i mirë dhe si skenarist dhe si gazetar. Javën e 7 do ta prezantoj Ajeti. Me që në kohën e izolimit, ashesori nuk njihej. Unë e di që ka qenë një këngë me titullin Kur më zbrisje nga shkallët, të kënduar nga një nga këngëtarët e mëdhenj të muzikës popullore, Selami Kolonja.
moj zemrën, unë si bilbili moj këngën, bashkë do këndoj me gjithë jetën, nispristi shkallat moj një nga një, ose shma dogje moj zemrën, unë si bilbili moj këngën, bashkë do këndoj me gjithë jetën. Se shma dogje moj zemrëna, po mu në mes të odës dhe moj, tizure vëndes lojte aman, pa grima pakës pelon dhe moj, o se shma dogje moj zemrëna, nisbrisi shkallët moj një nga një, o se shma dogje moj zemrëna, o si bilbili moj këngëna, si shkallët moj një nga një, ose shma dogje moj zemrën, o si bilbili moj këngën, bashkë do këndoj me gjithë jetën. Selami Kolonja. Selami. Faleminderit. Bëre që të kërcej gjithë publiku, bëre që të thyen shkallët e teatrit të televizionit Klan. Nuk duam të marrim më tepër nga hapësira televizive e emisioneve të tjera, vetëm frazën e fundit pa orkestër, live. E po mu në mes të odës dhe moj, tizure vëndes lojte aman, pa ngrima pakës fellon dhe moj, ose shma dogje moj zemrëna, nisprisi shkallët moj një nga një, ose shma dogje moj zemrëna, o si bilbili moj këngëna, bashkë do këndoj me gjithë jetën. Faleminderit. Faleminderit. Më katë që si zbrisni do të shkallët dhe të vinit kërceni këtu me ne. Një hapësirë e shkurtër publicitare dedikuar vetëm sponsorit ton general dhe kthehemi përsëri në teatrin më të nxehtë këtu në Klan. Përsëri rikthehemi në teatrin e televizionit Klan. Kanë mbërritur dhe Stefi me Endrin. Dua t'ju recitoj një poezi popullore. Unë e kam modifikuar. Ja. E kam modifikuar. Është poezia e një krijuesi të njohur Korçar. Natyrisht do ta bëni. Ne mos na bëj gjëra të vështira se. Jo, nuk është problem. Ti e di që kemi problem. Madje ai është një autor i cili ka vënë në lojë gjitha tregtarët e Korçës dikur. Përdor të emra direkt. Po përdor dhe emrat tuaj bile. S'po përdor emrat përveçëm të tjerëve. Endri Kuqka Brevëlla, nga Qirak u bë usta. Kapital na vuri shumë, 300 kunguj për mbi lum. Edhe Stefi që një ndizaj pulën theri, me orizën e gatoj, 5 lek pjatën na çmoj. Kush është krijuesi? Mos thuaj që ka bërë për ne këtë. Për ne ka bërë? Jo, sigurisht se ka bërë. Cili është? Unë di që ka qenë një që ka shkruar kështu satirë, kështu, më duket se quhej Petro Dula. Është e vërtet? Yes! E gjetëm mirë. Petro Dula do të jetë personazhi, artisti që ne do të njohim nëpërmjet një filmi pas pak,
Por para se të mbërrim te ky film, çfarë do të këndoni ju sot? Mos qaj, mos qaj. Mos qaj, Të mos kam qaj. shpirt e të kam Ja, mo qaj. këta kanë... Këta meri sa të duash me gur, këta vetëm dashuri japin. Endri dhe Stefi. Faleminderit bandi. Vuaj zemër më voj Vuaj ky shpirti Ja këngë për ty më voj Një këngë për Qaj moj zemë vëre më vëmës pusho Kush mi shanalet e mija, shuna nga njerëzia. Kush mi shanalet e mija, shuna nga njerëzia. E mos qavaj, të kam shpirë dhe të kam zhan. E mos qavaj, të kam shpirë dhe të kam zhan. Halin ti moj nuk ma dini Bini ju moj dajre bini Halin ti moj nuk ma dini E mos qaj Të kam shpirt e të kam gjan E mos qaj Të kam shpirt, të kam gjan Do shikoj se që nur kam marrë Nur të kusha po të barë Nur të kusha krëndeline Më levua moj si e time E mos qavaj Të kam shpirë dhe të kam gjan E mos qavaj Të kam shpirë dhe të kam gjan Faleminderit. Grazie! Na more! Faleminderit. I internacionalizove këngët e shekullit. Jo, unë kështu jam, e fut nga një anonim dhe njërë. Si anonim? Ishte e bukur kjo? E bukur sa? Qishta jo, grazie. Ishte e bukur si? Thank you. Edhe njëherë me publikun. Është një zonjë aty që do t'a këndoj. Zonjë të lutem. A t'a këndosh? Po. Hajde, mos kitë përru. Hajde këtu dhe ne. Mikrofonin të lutem. Mikrofonin. I serve. Edhe... Orkestra? Kush mi shanalet
dha, më nga dha nga njërësia. Kush mi shama dhe se mija dha, shumë da vaga dha njërësia. I mos shava vaj, i mos shava vaj, dhe kam shpirët dhe kam zha. I mos shava vaj, i mos shava vaj, dhe kam shpirët dhe kam zha. Ja, kështu bravo. Atëre, Pandi. Jam në fund, zbriti dhe njeriu I parë në hënë. Do me thënë në skenën e këngëve të shekullit dhe këtë tabu mund të thyen të vetëm Endri. Pa mua. Pandi, laçon me ty, shkoj në henë. Bashkë me ty, në çdo emisionin të ndë. Qëndroni me mua të shohim biografin e kompozitorit Petro Dula. Zonja dhe zotëri, jam Petro Dula, nga emisioni Papagall. Para se të nisim emisionin, dhe para se të flasim se çu tha e çu bë në pazarin e Korçës, me tregtarët e Korçës, le të fillojmë këtë emision me një serenat korçare. Stapka sheqerka, një qupka, një djelka. Ta provo një venjë, sa e bëllësh dashnia. Bulevard I Korçës, ka vajza pa mas, tali me shëtisin, paleja ne mamasën, veqi pantallona, imi bicikleta. Petro Ekonomi, I njohur nga të gjithë si Petro Dula, serenatisti, ishte një nga prezantuesit e njohur të Radio Korçës në kohën e mbretërimit të mbretit Zog. Ai drejtonte emisionin Papagalli, ku interpretonte me kitar, këndonte serenata korçare apo kompozime origjinale të tij, bënte humor, satirizonte tregtarët korçar, duke qenë kështu një novator I programeve radiofonike. Por mbi të gjitha, Petro Dula vlerësohet për vargjet dhe muzikën e tij, me të cilat la gjurmë në kujtesën e korçarëve. Këpucë të desha. Sa I kemi? 10 franga, 10 franga. Shtreti ke Vanjo, shtreti. Kotë sa kemi bërë dhe këngë. Bieshi dhe bëhet lucët, Vanjo lapis ka këpucët. Bieshi dhe bëhet lucët, Vanjo lapis ka këpucët. Kompozitor, poet, por edhe adetar dhe patriot, Petroja u fut në radhët e partizanëve dhe u bën një nga iniciatorët e themelimit të ansamblit të ushtrisë. Vitet e pas qerimit e gjen duke punuar në profesione të ndryshme si furxhi, kuzhinier, bojaxhi, por asnjëherë ai nuk ka ndërprerur këngën. Petro Dula vazhdonte të bënte humor dhe të satirizonte problemet të ndryshme të shoqërisë, por njëkohësisht edhe t'i këndonte bukurisë korçare nën balkone dhe rrugica. Zonja dhe zotërin, Petro juron natën e mirë. Rikthehemi në këngët e shekullit.
Faleminderit. Rikthehemi në këngët e shekullit me një tjetër artist që i ka dhënë shumë serenatës Korçare, Mjallaq Andrea. Faleminderit. Publiku në këmbë për të gjitha ato këngë të bukura që ke shkruar. Me sa duket, ky ishte i tëri një blok dedikuar artistëve korçar. Mjallaq, unë dua të pyes, cila është kënga e parë, serenata e parë që ke shkruar? Kam qenë vetëm 14 vjeç kur kam shkruar një këngë. Edhe është interesante sepse ne kam shkruar fare rastësisht. Kisha filluar të luaja në kitarë. Edhe një shoku im kishte blerë një kitarë. Dhe më thotë, të lutem, Andrea, se Andrea më fliste në shkollë, mund të më akordosh? Po, i thashun. Edhe aty në portë e ti, po akordoja. Në porta? Në portë e ti. Te sofati? Te sofati portës. Duke akorduar, një vajzë, gati mosha ime, vjen dhe po më dëgjonte. Edhe më tha, sa bukur luanin në kitarë, unë po e akordoja. Sa bukur luanin në kitarë. Thashun po akordoj, nuk po luaj. Tha, kam bërë një poezi, mund të ma bëni këngë? Vajzë e vogël, ndofta mosha ime, do të thënë 13-14 vjeç. I thashun, nuk kam shkruar në njërë këngë, po. Ta provojmë, mbase del diçka. Edhe po që se del diçka, do t'jetë edhe kënga ime parë. Edhe vërtet, mbas 2 ditësh e bëra atë këngë. Shkollat, se më shkolla ime, atëre unë kam qenë 7 vjeçare atëre. E mësuar që mbas 2 ditësh, kënga u prap, edhe është atë kujtohet ajo natë. Atë kujtohet ajo natë. Do ta sjellim sonde këtë këngë. Qyteti Korçës ju dha një titull, personaliteti shquar i qytetit. Besoj se e keni pritur me një kënaqësi mbas kaq vitesh që ju keni shkruar serenata një titull i tillë. Kam bërë koncerte recital, po thuaj, kam shkuar në goxha shtetet e Evropës dhe në Amerikë dhe ashtu si ndjeva dhe sot, respektin e spektatorit e kam dhirë dhe atje. Mirë për kur të vlerëson dhe shteti, atëre ndjesh mjaft i vlerësuar, deri në fund. Mirë, do të sjellim sonde disa nga sukseset e tua. Faleminderit. Kitare dashur, kur dilnim të dy serenata, sa emra pa vinte mandolina, këndonim të tre, por si bilbila, dhe dritare I japnin nga dale, dëgjonin kitar dhe mandolina. Dhe vajzat dritare I japnin nga dale, dëgjonin kitar dhe mandolina.
Bardhan, dëgjonin kitarë dhe mandolina. Qka të mitje në qaf, edhe më puthje si e marë, me ato buzën që shumë të ishin farë, edhe më puthje si edhe u, me ato buzën që shumë të ishin zeru. Do të më kërkosh o shpirtin, do të më kërkosh për s'do bëgjesh, se larteje do të jem, as të qil, as në tokë s'do bëgjesh, se larteje do të jem, as të qil, as në tokë s'do bëgjesh. Atë kujtohet ajo natë, kur do të qatë mitje në qafë, edhe më puthje si e marë, me ato buzën që shumë të ishin farë, edhe më puthje si edhe u, me ato buzën që shumë të ishin zeru. Oh Margarita, oh Margarita, ti e shpresa ime fundit Margarita, se të dua me të vërtet, kam dëshirë të t'kem unë ty për jetë, se të dua të vërtet, kam dëshirë të t'kem unë ty për jetë. Dhe në qovë se ke vendosur mos dëgjosh të zemrën time, mos lërë mua të mirë në ato vegime, mos mund të përqafoj, jaj sa erë do të qiroj, kur me jetën time vajtë do të gëzoj. Në mos mund të përqafoj, jaj sa erë do të qiroj, kur me jetën time vajtë do të gëzoj. Oh Margarita, oh Margarita, oh Margarita, ti e shpresa ime fundit Margarita, se të dua me të vërtet, kam dëshirë të t'kem unë ty për jetë, se të dua me të vërtet, kam dëshirë të t'kem unë ty për jetë. Oh Margarita, Faleminderit. Rikthehemi me njerë mbas një hapësire publicitare. Kërmes fushës kanë
grupi burrave të Mirditës dhe Mrik Trumshi. Jam këtu me Mark Gjokën, drejtuesin e këtij formacioni. Kjo këngë është kënduar në festivalin folklorik 1978. Cilët kanë qenë ata që e krijuan grupit, ata që ishin, si thuash, fillestarët? Së bashku me kolegët e mi, sonte jemi të mrekulluar me misionin hyjnor tuaj në shërbim të këngës shqiptare. Por jemi edhe të nderuar, sepse në sofrën e këngës mirditore, sonte ne kemi miq të veçantë. Jeni ju, është kompozitori Adi Hila, është regjizori Bledar Laço, është miku i nderit të sofrës së këngës mirditore Aleksandr Frangaj dhe stafi mrekullueshëm i televizionit Klan. E në mënyrë të veçantë është atmosfera dhe duartrokitjet e kësaj audience të paparë. Kënga mirditore gjithmonë do të jetë mirënjohës punëtorëve të saj. Saktësisht do të jetë mirënjohës themeluesit të këngës së re mirditore, mjeshtrit të madh, poetit Gjok Beci, që gjithë jetën shpirti i këndoi për këngën dhe sonte ne po flasim me fjalët e tij. Kënga e Gjirokastës është, them të drejtën, kjo që sapo dëgjuam nga këngëtarja Mrik Trumshi, është bashkëpunim i poetit Gjok Beci, i të ndjerit kapedanit të grupit Mirditës Frank Borfi dhe imi, por ishte një vazhdim i asaj magjie që më vonë u konsolidua me një emër emblematik, grupi i burrave të Mirditës, ku gjithë shqiptarët i bëri mitë Sokola. Unë dua të kujtoj me një fragment nga festivali folklorik prezencën tuaj në këtë aktivitet gjigant, atje ku zë fill rruga juaj. Mrik, ke qenë bjonde aty, një skandinave vërtet. Është një mrekulli sepse ajo vajza aty 18 vjeçare, e para 32 viteve, sot performon mrekullisht si një këngëtare 20 vjeçare. Po në mos gabojmë, ishte edhe Nue Picaku atje. Edhe Nue Picaku, po është edhe Frank Preçi. Një nga pjesëtarët e hershëm të atij grupi. Themelues i grupit burrave, po është edhe Kol Zefi. Po janë edhe disa të tjerë që nuk janë sonte këtu, por që ju falenderojnë për zemërsisht për trendin e ri që po i jepni këngës shqiptare. Është edhe kompozitori Servet Sara, është edhe Bardo Koka, Noc Legega, është Kastiliot Kola, e me radhë. Një kontribut ka dhënë dhe Dorian Nini, patjetër, miku jon, i cili ka kompozuar shumë muzikë të lehtë, po dhe ai ka kontribuar në Mirdit me sa di unë. Nëse ky grup burrash thamë që është emblematik, ka merit dhe vend veçantë dhe puna profesionale Dorianinit. Mirë, ne do të dëgjojmë tani një nga këngët tuaja të repertorit të hershëm, si mund të thuash. Kol Zefi dhe Tone Gjoka do të sjellin këngën Mirdita është vendi ku përjetësisht ka banuar e bukura. Edhe ajo e bukur sot vjen edhe e bardhë, përmes këngës më e bardhë e bukura, që këndon Kol Zefi dhe Tone Gjoka. Faleminderit.
shef në rësy, nuk e kam me qajre pa të marrë ty. Moje bardh dhe bukuro, nuk të laj pa të marru no. Të kërkoj malë më malë, eshte laj pa të ndjerë në fur, take tufte gjuj me fur, moje bardhe bukuro, nuk të laj pa të marru no. Tashmë, ai grupi burrave të Mirditës është ndruar në një ansambël, fal kontributit të Mark Gjokës, por unë dua të qëndroj dhe tek dy hite. Kënga Del Syzeza dhe Buz Valmorit, ose si njihet ndryshe, si vendlindja jo nuk ka, që mbajnë firmën tuaj, janë kënduar në shumë interpretime, apo jo? Dhe të poetit Gjok Beci. Dhe të poetit Gjok Beci. Edhe unë do desha të falenderoja të gjitha ta këngëtar, artist, moderator, që çdo ditë promovojnë këngën shqiptare. Këtë urim kam një porosit veçantë, do ta bëj edhe në emrin e Gjok Becit, po të gjithë këngëtarësve mirëditor personalisht për ju. Faleminderit. Faleminderit Mark. Prej malit, zërtin a del ka dalë, o si vonë za prej malit. Po të qobarit kam kërkue, shtatë kodrina ti kam kalue. Shtatë kodrina ti kam kalue. Ti më kërkon, o të kërkoj, tu faces polole, të zoni të anoh gjoj, ora shkirina male. Ti më kërkon, unë të kërkoj, tu faces polore, të zonin të anoh kur një gjoj, ora shkirina male to. Bukur, shkone vjen o Syzeza e bukur. Dal Syzeza e shitoft zona, ku maj qone ato dele të bardha. Ku maj qone ato dele të bardha. Ti më kërkon, o të kërkoj, tu faces polole, të zonin të anoh kur një gjoj, ora shkirina male. Ti më kërkon, unë të kërkoj, tu faces polole, të zonin të anoh kur një gjoj, ora shkirina male to. Buz Valmorit
ljepim, varkun bore dhe plerim, kushtë pa një herë me sy, zemrën ta dha ty. Uroj, kroje bore, zemra bashk me kroje to, si ven lindja jo nuk ka. Uroj, kroje bore, zemra bashk me kroje to, si ven lindja jo nuk ka. Hanë mori hanë, nëse bukur për qovan, nuk të kam zili e s'pat, e kam një në fshat. Kurqesh, suca ime, ti që të hona për asoj, edhe nimri bëhet moj. Kurqesh, suca ime, ti që të hona për asoj, edhe nimri bëhet moj. Faleminderit, ishit mrekullueshëm. Si vendlindja jo nuk ka, kemi mbyllur kështu në mënyrën më të shkëlqyer me ritmet mirditore natën e 6 të këngëve të shekullit. Faleminderit si asamblit të mrekullueshëm, natën e mirë dhe miru pafshim në javën e ardhshme. Një këngë moj po